Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e madhëruar dhe lëvdata dhe shpëtimi qofshin mbi më të mirën e dërguarve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen dhe shokët e tij dhe më pas. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë mësimin ton të dashur, fragmente nga jeta e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi në vazhdimsinë e përmendjes së mënyrave që shfrytzuan jo besimtarët, populli Quraysh, për të penguar thirrjen e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe mënyra e parë që përmendëm në mësimet e kaluara është afrimi dhe influenca që donin të shkaktonin ke xhaxhai i të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, në mënyrë që ai të braktiste mbrojtjen e tij të madhe për nipin e tij. Megjithse Abu Talib ishte në fenë e popullit vet dhe nuk pranoi Islamin, dhe ata donin ta shfrytëzonin këtë mundësi për të lejuar t'i bënin keq këtij personi. Por nuk ka arritën dot, sepse xhaxhai i tij nuk e braktisi derisa vdiq. Pastaj përdorën mënyrën e shpifjeve, akuzave të kota për të dërguarin e Allahut për fenë e tij. Pastaj përdorën mënyrën e talljes, ofendimit, përqeshjes. Pastaj përdorën mënyrën e të bërit zhurmë kur lexoi Kur'an dhe kur flisi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kërkuan mrekulli dhe kërkuan të veçanta. Pastaj bën pazar me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, megjithëse ai nuk pranoi asnjë nga pazarliqet e tyre. Pastaj filluan të shanin Kur'anin dhe të shanin atë që ka zbritur dhe kush e dërgoi atë. Më pas u drejtuan gjithashtu ke mënyra e joshjes. Dhe përmendëm që të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam i erdhi Utba ibn Rabia, një nga krerët e Qurayshve, dhe i tha: "O Muhammed", ose i tha: "O biri i vllait tim." Pra ju drejtua me një emërtim që tregon afërsi dhe jo largësi. Dhe i propozoi propozime të shumta. Dhe pikës parë filloi dhe tha: "Nëse do një grua të veçantë, ta japim atë ty. Nëse do pasuri, e mbledhim nga pasuria jon dhe ti bëhesh më i pasuri në Mekë. Nëse do nder dhe pozit, të bëjmë ty drejtuesin ton dhe mbretin ton. Nëse të ka ardhur ty, pra ajo krijes që të ka ardhur ty është gjin, neve mbledhim pasurinë ton dhe të çojmë te një doktor i mirë dhe të shërojmë prej kësaj." Edhe vazhdoi me propozimet
e tjera dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e dëgjonte fjalën e Utbe ibn Rabia dhe nuk janë ndërpriste atë, sepse edukata e tij nuk e lejonte që të ndërpritet fjala e tjetrit. E dëgjoi deri në fund dhe pasi ai mbaroi, atëherë filloi të lexonte një pjesë nga surja El-Fusilet. Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun minarrahmanirrahim. Lexoi disa vargje dhe neve ndoshta lexojmë pak për ta kuptuar. Ha, mim janë dy shkronja nga shkronjat e alfabetit arab, që mendimi i dietarëve është kur Allahu i ka sjell shkronjat përpara sureve, dhe këtë e ka bërë në shumë sure të Kuranit, t'i jep me tregu arabëve që ky Kuran është me shkronjat tuaja dhe me fjalët tuaja dhe me gjuhën tuaj, dhe ju nuk keni mundësi të sillni si ky libër, sepse ky nuk është libër njerëzor, po është libër nga Zoti i botëve. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilun minarrahmanirrahim. Ky libër është i zbritur nga i gjithë mëshirshmi, mëshiruesi. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyan liqaumin ya'lamun. Është një libër që është shkoqitur, ajetet e tij janë shtjelluar, janë me hollësi ajetet e tij, dhe është Kur'an në gjuhën arabe, pra është i lehtë për ju, për një popull që din gjuhën arabe, është i lehtë për ta kuptuar, është i lehtë për ta studiuar. Bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Është përgëzues në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe paralajmërues në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe i kthyen shpinën shumica e tyre, dhe ata nuk dëgjojnë dhe nuk studiojnë dhe nuk shikojnë. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilay. Dhe than, zemrat tona janë në guack, janë të mështjella nga ato që ti na thret. Wa fi adhanina waqrun wa min baynina wa baynika hijabun fa'mal innana 'amilun. Dhe në veshët tona janë të mbyllura dhe mes nesh dhe teje ka një perde, prandaj ti puno pra në fen tënde dhe ne jemi duke punuar në fen tonë. Kul innama basharun mithlukum, thuaj, unë jam një njeri ashtu si jeni dhe ju. Juha ilej, ma shpallur mua, annama ilahukum ilahun wahid, se i adhuruari juaj është i adhuruari vetëm. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru, drejtohuni tek ai dhe i kërkoni falje vetëm atij. Wa wailul lil mushrikin, dhe mjerë është për idhujtarët. Alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, të cilët nuk japin zakatin dhe ata për ndaj ahiretit janë jo besimtar. Pra nuk e pastrojnë, nuk ka dobi vetët e tyre nga puna e mirë dhe nuk kanë dobi të tjerët prej tyre. As nuk thonë la ilaha illallah, as nuk besojnë Allahun dhe as nuk japin zakatin, i cili pastron pasuritë e tyre dhe i bën dobi të tjerëve. Pra këta njerëz, të cilët nuk i bëjnë dobi as vetes as tjerëve, shkaku është që nuk besojnë ditën e llogarisë, nuk besojnë Allahun, nuk besojnë një ditë do të dalin përpara Zotit. Dhe vazhdojnë ajetet deri ke ajeti 13 i kësaj sure, sepse nuk desha të zgjatëm, ku Allahu Azza wa Jall thot
Fa in a'radu, nëse ata kthejnë shpinën, faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Nëse kthejnë shpinën, thuaj atyre, ju kam paralajmëruar me një dënim asgjësues si dënimi i Adit dhe Thamudit. Pra ata u zhdukën plotësisht si popull, dhe unë ju paralajmëroj ju që nëse do të ktheni shpinën, edhe ju do të keni të njëjtin përfundim siç e kishin ata. Në këtë moment, Utbe ibn Rabia ngrihet nxitimthi, sikur po i shmangej rufes, dhe në një transmetim i vuri dorën ke goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha për hir të lidhjes farefisnore, mos lexo më. Dhe shkoi dhe i lajmëroi Kurejshët për atë që ndodhi. Dhe në një transmetim Utbe ibn Rabia u fut në shpinën e tij dhe nuk doli për disa ditë. Atëherë Ebu Xehli, Allahu e mallkoft, grumulloi një grup njerëzish dhe tha, nuk mendoj, tha, se Utbe pra mendoj që Utbe ibn Rabia i ka pëlqyer feja e Muhamedit. Prandaj ejani të shkojmë tek shtëpia e tij. Dhe kur vajtën aty, i thanë, betojmë në Allahun o Utbe, sepse ne nuk kemi ardhur vetëm se mendojmë që ti ke pranuar fenë e Muhamedit dhe je habitur me të. Atëherë ne mbledhim pasuri të gjithë dhe ta japim ty. Në këtë moment, Utbe ibn Rabia u zemrua nga fjala e Ebu Xehlit dhe tha, e keni ditur që unë jam më i pasur ndër ju, por tha, unë shkova ke Muhamedi dhe e tregoj ngjarjen dhe pastaj lexoj ato që i lexoi dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, masi ai i propozoi propozimet që i tha më lart, dhe tha, vendosa dorën ke goja e tij, dhe ju e dini që Muhamedi kur e thot një diçka nuk gënjen, dhe unë pata frikë që mbi ju do të zbres dënimi. Shikoni pra me vëmendje, këto njerëz e dinin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk gënjen. Dhe Kurejshët këtë gjë e kanë pohuar edhe në vende të tjera, dhe një nga vendet të cilët e kanë pohuar që ata e dinin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk gënjen, është hadithi i Al-Mughira ibn Shu'ba radiallahu anhu, i cili thot, e para herë që njohta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, kam qenë unë dhe Ebu Xehli duke ecur në një prej rrugicave të Mekës, kur aty takojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot Ebu Xehlit, ja Ebul Hakam, e quan me emrin që kishte, Ebul Hakam, dhe thot, halumma ila Allahi wa ila rasulihi ad'uka ila Allah. Eja tek Allahu dhe tek i dërguari i tij, të ftoj ty tek Allahu. Atëherë Ebu Xehli i thot, ja Muhammed, hel anta muntahin an sabbi alihatina, hel turidu illa an nashhada annaka qad ballagt, fa nahnu nashhad annaka qad ballagt. A do të ndalosh o Muhammed nga sharja e idhujve tan? A dëshiron të dëshmoj se ti e ke komunikuar kumtesën tënde? Atëherë unë dëshmoj që ti e ke komunikuar atë. Betohem në Allahun sikur ta dija
që ajo që thua është e vërtet, unë do të kisha ndjekur ty. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u largua. Në këtë moment Ebu Xehli u drejtua ke Al-Mughira ibn Shu'ba radhiyallahu anhu dhe i thot: "Wallahi inni la a'lamu anna ma yaqulu haqq." Betohem në Allahun, thot Ebu Xehli, unë e di me siguri që ajo që ai thot është e vërtet. Dhe pra e pohon që është e vërtet dhe thot arsyen pse e mohon. Por më pengon diçka, thot, që ke Benu Qusay, pra ke farefisi nga prardhja e Qusayit, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne thot ishim me ta në një garë, pra bënin gara me njëri tjetrin për të marrë nderime sa më shumë. Dhe thot, anë Banu Qusay qalu fina al-hijaba, faqulna na'am, thumma qalu fina as-siqaya, faqulna na'am, thumma qala fina an-nadwa, faqulna na'am. Thot, Banu Qusay thanë ne kemi rojtarin e Qabes dhe thamë po. Thanë ne kemi për të dhënë për të pirë, pra haxhive, thamë po. Thanë ne kemi kuvende, thamë po. Thanë ne majmë flamurin, thamë po. Ne ushqejmë të varfrit, thamë po. Derisa arritëm që t'ishim si ato dy kuajt që garojnë dhëm për dhëm me njëri tjetrin. Atëherë thamë minna nebi, wallahi la afal. Atëherë thanë ata, tek fisi jonë është një pejgamber. Atëherë thamë ne, wallahi, këtë nuk e pranojmë. Pra, derisa arritën që, pra nuk donin që farefisi tyre ti ishte më i ullët se farefisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk gjetën në rrugë tjetër për ta prishur këtë lloj vlerësimi, vetëm se për të përgënjeshtruar, për të thënë që ju nuk e keni këtë dhe ne jemi më të mirë se ju. Prandaj kjo është një nga shumë rastet, të dyja që përmendëm janë nga shumë rastet që ata e dinin dhe e pohonin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk gënjen dhe është i vërtet dhe cilësitë e tij të mira janë të njohura, por nuk e kanë lënë të pranojnë fenë islame arsye të shumta. Dhe një nga këto arsye është kjo që tham. Për këtë shkak Hafidh Ibn Kathir, Allahu e mëshiroft, ka thënë fjalën e tij e ka sjell këtë shembull në komentimin e ajetit që thot Allahu i madhruar: wa idha ra'uka yattakhidhunaka illa huzwa hadha alladhi ba'atha Allahu rasula. Kur të shohin ata ty, o Muhammed, njerëzit inatçor, njerëzit me ndjenjë arrogant, yattakhidhunaka illa huzwa, tallen me ty, përqeshin, të nënshmojnë dhe thonë: e hadha alladhi ba'atha Allahu rasula, ky është ai person që Allahu e pas ka dërguar. Pra, në supozimin e tyre, pse Allahu dërgoi këtë person, nuk është i përshtatshëm ky person për të dërguar dhe për të sjellë, sikur të ishte dikush tjetër, do të ishte më e përshtatshme. Pra, ata kur e shikonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thoshin këtë fjalë për arsye sepse nuk donin që farefisi i tij të dilte mbi ta dhe ju shtua arroganca dhe dashakejësia. Pastaj Kurejshët, pasi nxorën Joshjen, pasi përdorën metodën e Joshjes dhe kaluan
në metodën e dhunës fizike dhe verbale. Dhe mësimet që do vinë më mbrapa do jenë të gjitha nën këtë pra do përmendim ngjarje të shumta që lidhen me përdorimin e kësaj metode, që është metoda e dhunës fizike dhe dhunës verbale. Pra ata u kthyen në metodën e armiqësisë, metodën e rrahjes, metodën e ndëshkimit, lëndonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, e godisnin, e shanin dhe të tjera forma dhune. Dhe kjo dhunë a ishte kur Ebu Talib ishte akoma gjallë apo mas vdekjes së tij. Në lidhje me njerëzit e varfër, me njerëzit e dobët, me njerëzit që nuk kishin mbrojtje dhe farefis, kjo dhunë ka qenë edhe kur Ebu Talib ishte gjallë. Por, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, filloi të rëndohet dhe të shtohet kur vdiq Ebu Talib. Këtë e kanë saktuar dietarët tanë. Dhe filluan, pra siç e tham, me sahabët siç ishte Bilal ibn Abi Rabah dhe Khabbab ibn al-Arat dhe Amar ibn Yasir e të tjerë prej sahabëve që pësuan dhunë të egër nga jo besimtarët e Mekës. Dhe këtë do ta përmendim inshallah në vazhdim, ndoshta në mësimin tjetër. Dhe duhet të përmend kur zbriti surja Tabbet yada Abi Lahabin wa tab, ku Allahu subhanahu wa taala qartëson që Ebu Lehebi është jo besimtar dhe në ditën e Kiametit do të jetë në zjarrin e xhehenemit, dhe po ashtu edhe gruaja e tij. Vjen gruaja e Ebu Lehebit, e cila quhej Ummu Jamil ose El Aura bintu Harb, dhe në dorën e saj kishte një gur. Vjen duke u qirrur dhe duke mallkuar dhe thoshte një fjalë për në formë poezie, thoshte mudhammaman abayna wa dinahu qalejna wa amrahu asajna. Nuk i thoshte me emrin Muhammed, po për ta ofenduar dhe për ta sharë, thoshte me të kundërtën. Fjala Muhammed do thot i lavdruar, dhe antonimi i kësaj fjale, e kundërta e kësaj fjale, është pra fjala që mua nuk më nxergoja ta them, dhe thot këtë mudhammiman e kemi refuzuar, fenë e tij e kemi braktisur dhe çështjen e tij kundërshtuar. Dhe vjen tek Muhamedi pra në Qabe, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po qëndronte me Abu Bekrin radiallahu anhu në Qabe. Dhe kur e shikon atë, Abu Bekri, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thot: Ja Rasul Allah, qad aqbalat wa ana akhafu an tarak. Ajo thot po vjen drejt teje dhe un kam frikë që të shohi ty. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Innaha lan tarani, ajo nuk do të më shoh. Wa qara al-Quran, dhe lexoi Kur'anin dhe u mbështet Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe lexoi ajetin ku Allahu azza wa jall thot: Wa idha qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minun
la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ke sura Isra 45 thot, dhe kur ti lexon Kur'an, ne kemi bërë mes teje dhe mes atyre të cilët nuk besojnë botën tjetër një perde që mbulon. Pra kjo perde mbulon logjikën e tyre, nuk kuptojnë, dhe kjo i vjen si ndëshkim për mohimin dhe për gënjeshtrimin e jo besimtarëve. Pra Allahu e thot të ajet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexon, dhe kur vjen kjo grua jo besimtare, afrohet dhe nuk e sheh të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, po sheh vetëm Ebu Bekrin. Pra ka transmetime që një prej me lajkeve e mbuloi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ajo nuk e shihte. Dhe Allahu azza wa jall e mbrojti të dërguarin e tij dhe i thot Ebu Bekrit, ja Eba Bekr, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani. O Ebu Bekr, jam lajmëruar që shoku yt më ka bërë mua hija. Dhe fjala hija është poezia satirike që përdoreshin arabët, ose poezia sharse dhe ofenduese që e përdorin arabët, është një nga llojet e poezisë. Atëherë Ebu Bekri thot, la wallahi, la wa rabbi hadha al-bayt, ma hajaki. Betohem në Zotin e kësaj shtëpie, ai nuk të ka bërë ty hija. Pra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ishte poet. Ato e qunin Kur'anin poezi. Atëherë Ebu Bekri e mohoi, nuk ka bërë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam asnjëherë poezi. Pra nuk është poezi kjo. Dhe u largua dhe thoshte, qad alimat Quraysh anni bintu sayyidiha, e kanë ditur Qurayshët që unë jam e bija e zotërisë së tyre. Dhe kjo ishte një nga mbrojtjet që Allahu subhanahu wa taala i bëri të dërguarit të tij, pasi kjo grua vinte për ta goditur me gur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kurejshët kanë qenë një dite të mbledhur në Qabe, dhe kjo ka ardhur në hadithin e sakt, dhe u betuan dhe dhanë besën që kur të vinte, pra u betuan në Latin dhe Uzain dhe Menatin, që kur ta shikonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, do të shoheshin dhe do ta godisnin të gjithë një herazi dhe do ta vrisnin. Dhe këtë e dëgjon apo e sheh vajza e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, Fatime, Allahu qoftë i kënaqur prej saj. Dhe vjen duke qarë ky dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet, çfarë ke që qan? Dhe ajo i thot, nuk ka asnjë, thot, nga paria e Mekës, vetëm se u betuan dhe ata e kanë të ditur dhe të qartë gjakun tënd tek ata. Pra secili do marrë pjesën e tij të gjakut tënd. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ja buneje, erini wadu'an fatawadda. Më sill ujë për të marrë abdes dhe mori abdes. Sallallahu alaihi wasallam pastaj doli tek ata në xhami, pra në xhamin e Qabes, dhe kur ata e pan, than, ja ku po vjen. Në këtë kohë i ulën shikimet e tyre dhe ulën qafën e tyre tek gjokset. Dhe pra nuk patën mundësi të bënin asgjë, pasi Allahu i poshtroi. I erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me trimërinë e tij dhe ata e ulën kokat. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mori një grusht dhe tha, shahatil ujuh
u shëmtuan fytyrat, dhe atë dhe që e hodhi i ra në fytyrat e tyre. Çdo personi nga ata që i ra ai dhe, thon transmetuesit, ishte i vrarë në betejën e Bedrit si jo besimtar. Dhe ka ardhur hadithi në Sahihun e Buharit dhe Muslimit se thot Ebu Gjehli, i thot shok vet, hel ju afiru Muhammedun wajhahu bejna adhurikum, a nuk e ul kokën Muhamedi afër jush ose mes jush, pra me kuptimin që nuk bën sejdë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend ku jeni ju. Qalu ato po, tha naam. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. Betohem në Latin dhe Uzajin, nëse e shikoj që ta bëj prapë këtë veprim, do t'ja shkel qafën e tij dhe do t'ja shtyp fytyrën në dhe. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vjen në Qabe dhe fillon të falet. Dhe ky pretendoi që do ta bënte këtë veprim. Në momentin që afrohet Ebu Gjehli, tërhiqet mbrapsh dhe i ngre duart dhe i vendos sikur është në mbrojtje me duart e tij dhe kthehet këtë vetët që e pyesin si është puna. Thot inna bejni wa bejnahu la khandakan min nar. Mu bë sikur mes meje dhe atij ishte një hendek prej zjarri dhe pash krah, pash flatra. Dhe thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, law dana minni la khatafathu al malaika udwan. Sikur të afrohesh afër meje, do ta coptonin me lajket cop. Për këtë ngjarje Allahu subhanahu wa taala ka zbritur ke surja Alaq ajetet që vijnë më poshtë. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. Këto ajetet pastaj vazhdojnë edhe pak, kalla la illam yantahi لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية. Këto ajete kanë zbritur për këtë ngjarje ku Allahu subhanahu wa taala thot kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Njeriu për shkak të ignorancës së tij dhe për shkak të padrejtësisë së tij, kur e sheh veten të pasur, bëhet agresor, te kalon kufirin, bëhet arrogant ndaj të vërtetës. Pra inel insan, njeriu i te kalon kufit, kur e sheh veten të panevojshëm. Inna ila rabbika ruj'a. Ai tek Zoti i tij do të kthehet, pra harroj ky njeri që tek Allahu do të kthehet, harroj ky njeri llogarin, e ra'ejte alladhi yanha. A e pe atë të cilën ndalon, pra ndalon nga
vepra më e mirë e imanit që është namazi. Pra ndalon një rob i cili falet. E rajte in kana alal huda, a e pe që ai njeri, që ai po ndalon, është në udhëzim, është në rrugën e drejtë. E u amara bit taqwa, apo urdhëroi për devotshmëri, pra urdhëroi të tjerët në këtë të drejtë. E rajte in kadhaba wa tawalla, a e pe këtë rob i cili ndalon këtë person që ka bërë përgënjeshtrim ndaj të vërtetës dhe është larguar, i ka kthyer shpinën asaj. Elem ya'lam bi anna Allah yara, nuk e din ai që Allahu e sheh. Pra, a nuk po sheh që ky rob që falet dhe është në udhë të drejtë dhe bën vepra të mira, a nuk po sheh që nuk është ky ai që duhet të ndaluar, por ky duhet përkrahur dhe jo ndaluar. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya. Jo thot, nëse ai nuk ndalon nga kjo, do ta kapim prej ballukave. Nasiyatin kadhibatin khatiya. Ballukja e gënjeshtërt dhe gabimtare. Pra gënjen kur flet dhe gabimtare kur vepron. Falyad'u nadiya, le ti thras shokët e tij, le ti thras me xhlisin e tij. Sanad'u az-zabaniya, ne do të thrasim zabanit, që janë rojtarët e xhehenemit. Pra, nëse Ebu Xehli do të thirrte shokët e vet për ndihmë, atëherë zabanit e xhehenemit do ta coptonin cop. Kjo ishte një nga rastet e tentimit të dhunës ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por Allahu e mbrojti dhe nuk arritën qëllimin e tyre. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mësuar prej tyre lëndime të shumta dhe ka ardhur në Sahihun e Buhariut që ka ardhur nga Urwa ibn Zubair, pra në Sahihun e Buhariut, që ka pyetur Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu: Akhbirni bi ashaddi shay'in sana'ahu al-mushrikuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam. I thot, më lajmëro për më të rëndën ngjarje që mushrikët ja bën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nga ato që di ti. Qal bainana an-nabi sallallahu alaihi wasallam salla fi al-hijr fi hijr al-Kaaba. Në një kohë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po falej në pjesën e hijrit të Kabës. Hijri i Kabës është pjesa ku mushrikët e lanë dhe nuk e vazhduan Kabën në formë drejtkëndore siç ka qenë, por e vënë në formë katrore, dhe pjesa që ata nuk e plotësuan është brenda Kabës. Dhe ajo pjesa aty quhet Hijrul Kabe, që nuk duhet zgjatem në këtë detaj, por për ta ditur kush është. Pra pejgamberi sa po falej aty. Idh aqbala Uqbatu ibn Abi Muayt, kur drejtohet tek ai një person me emrin Uqba ibn Abi Muayt. فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا. Ja vendosi rrobën ke fyti dhe e shtrëngoi shumë fort. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dhe erdhi Abu Bekri dhe e kapi nga krau dhe mbrojti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apo vrisni një person, apo vrisni një burr
që po thot Zoti im është Allahu. Pra me këtë gjunaf ju po e vrisni. Ky është gjunafi i këtij personi. Hadithi është ke Sahih Buhari 3856. Gjithashtu transmetohet nga Enes ibn Malik radiallahu anhu ka thënë: "Laqad darabu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ghushiya alayhi." E kanë rrahur të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam derisa i rat fikët dhe u qua Ebu Bekri dhe filloi të thoshte: "Wailakum, mirë për ju, ataqtuluna rajulan e yaqula rabbi Allah." Apo vrisni një person që thot Zoti im është Allahu. Kjo është këtë Tahrijul Ihya lil Iraqi 4 fraksion 129. Do të vazhdojmë me lejen e Allahut edhe në mësimet e kaluara. Zoti na dhënë të jetë në këtë temë, po gjithashtu do të përmendim dhe diçka rreth sahabëve të parë, të cilët kanë pranuar Islamin në Mekë dhe lëndimet dhe vujtjet dhe dhunën që është ushtruar mbi ta nga jo besimtarët, nga Kurejshët. Do t'i përmendim derisa të arrijmë në temën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhroi besimtarët që të emigronin në Abisini, në Habeshe, për shkak se dhuna u bë e madhe, derisa disa prej sahabëve u vranë, dhe e para grua që u vra ishte nëna e Ammar ibn Yasir, dhe kjo është dëshmorja e parë në Islam, që do ta përmendim me lejen e Zotit në mësimin e ardhshëm dhe në mësimet e ardhshme. Dhe shpresoj që Allahu i madhruar që të na e vendosi këtë që tham tek veprat tona të mira, sidomos në këto 10 ditë që janë 10 ditët më të mira të vitit, po ua kujtoj dhe për kujtimi bën dobi besimtarve, shtoni sa më shumë veprat e mira në këto 10 ditë, sepse këto janë më të mirat e gjithë vitit. Allahu na dhën sukses dhe na falt gjunahet tona dhe na bëf për banorëve të xhenetit dhe na largoft nga dënimi i zjarrit. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.